Miratohet me 66 vota pro dhe 49 kundër qeveria e re e Kosovës. Kemi ndjekur live edhe procesin e betimit dhe po ashtu edhe fjalën që ka mbajtur më njëherë kryeministri Albin Kurti, i cili ka lexuar edhe betimin e tij duke deklaruar: betohem se do të angazhohem për përparimin e përgjithshëm të Kosovës dhe që do të respektoj kushtetutën dhe ligjet. Ka qenë ky edhe pjesa e betimit të kryeministrit Albin Kurti, ndërsa në total pra me 66 vota pro dhe 49 kundër ka qenë ky votimi i përgjithshëm për të gjithë kabinetin e ri qeveritar dhe formimin e qeverisë së re të Kosovës. Kujtojmë që seanca vjen pas përfundimit të procesit zgjedhor të 28 dhjetorit dhe certifikimit të rezultateve, ndërsa më herët gjatë ditës së sotme është mbajtur edhe seanca e konstituimit e një orvatje që bie ndesh me të vërtetën, ndërsa theksoi se në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit ndaj popullatës shqiptare dhe sa ato janë kryer nga regjimi Jugoslav nën udhëheqjen e Miloševićit. Pra ka qenë ky komunikimi i mëhershëm i Albin Kurtit, ndërsa vetëm para pak çastesh ka bërë edhe betimin në parlament duke u zotuar se do të angazhohet për përparimin e përgjithshëm të Kosovës. Me 66 vota pro, 49 kundër, është votuar kështu zyrtarisht në parlament formimi i qeverisë së re, ndërsa më herët është zgjedhur pra edhe pjesa e kabinetit ku Albulena Xhiu është kryetare e kuvendit. Ajo ka marrë 66 vota pro, 44 kundër dhe 8 abstenim, ndërsa seanca, siç e theksuam, vjen pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Mirë, për të bërë një përmbledhje kemi në lidhje të drejt për drejt gazetaren tonë, Blerta Dalloshi Berisha, e cila në fakt ka ndjekur hapasapi dhe të gjitha zhvillimet. Blerta, tashmë është formuar edhe miratuar qeveria e re e Kosovës. Le të bëjmë një përmbledhje edhe të posteve kryesore dhe a kishte surpriza në këtë qeveri të re? Po, përfundimisht do thotë kemi brenda ditës në rekorde edhe kuvendin e konstituar, gjithashtu edhe qeverinë e re të votuar, të nisur në orën 17 dhe tash rreth orës 23 përfundoi gjithçka dhe mbajtën 2 seanca me procedura të përshpejtuara, sikurse votimi i Albulena Xhiu që mori 66 vota për, gjithashtu edhe qeveria Kurti 3 mori 66 vota për në qeveri, do thotë te zonja Xhiu ishin 8 abstenime dhe 44 vota kundër, ndërsa te qeveria Kurti pati vetëm vota kundër dhe nuk pati asnjë abstenim, pati deputet që nuk votuan fare. Kabinetin qeveritar tashmë e prezantoi para deputetëve kryeministri Albin Kurti, ndërsa është shtuar numri edhe i ministrive në këtë rast. Mbetet tash, do të thotë mbetet së shpejti të kemi edhe seanca të reja të kuvendit të Kosovës, ku pritet të formohen edhe komisionet parlamentare, pastaj të grupet parlamentare, të emrohen shefat e grupeve parlamentare, ndërsa më pas do të kemi edhe çështjen e marrëveshjeve ndërkombëtare, votimin e buxhetit të shtetit, çështjen e votimit të
të presidentës Vjosa Osmani për bordin e paqes, duhet të marrë aprovimin e kuvendit, si dhe Partia Demokratike e Kosovës, gjithashtu edhe Bedri Hamza, paralajmëroi se do të kërkojnë votimin qysh në seancën e parë në punimet e para të kuvendit të Kosovës, do të kërkojnë miratimin e një rezolute për çështjen e gjykatës speciale. Ndërkohë, disa detaje, Vlerta, si u përdor formula pra me kë e bëri qeverinë Kurti, pasi numri i deputetëve që kishte pranë nuk mjaftonte për të krijuar qeverinë. Qeveria Kurti do të thotë 57 mandati ka fituar lëvizjet vendosje në zgjedhjet e fundit të 28 dhjetorit dhe nuk është dashur që të krijojë ndonjë koalicion qeveritar, me pakicat jo serbe ka arritur që të formojë qeverinë. Zakonisht secila qeveri do të thotë që votohet i ka numrat apo votat e pakicave jo serbe për shkak se është e obliguar edhe me kushtetut që të ketë edhe ministra nga pakicat, kështu që automatikisht edhe janë votat e kësaj partije, këtyre partive, këtyre komuniteteve janë votat për, do të thotë, për qeverinë. Kështu që lehtësisht ka arritur që të ketë 66 vota qeveria Kurti, por ajo që nuk mund të ketë është çështja e presidentit, ku vetëm se ka nisur të rjedha fati dhe deri me 4 mars duhet që të zgjidhet çështja e votimit të presidentit, në të kundërtën vendi shkon sërish në zgjedhje. Nevojitën 80 vota për në 2 rundet e para dhe në rast se në 2 rundet e para nuk arrin të zgjedhet presidenti apo presidentja e re e vendit, atëherë në rundin e tretë nevojitën 80 deputet të pranishëm në sallë, ndërsa vetëm 61 vota për. Mbetet të shihet, a qëndrojnë deputetët e opozitës, a do të ketë ndonjë marrëveshje politike, ndonjë kandidat konsensual, mbetet të shihet ditët në vijim, se si do të rrjedhin për çështjen e presidentit, se si do të rrjedhin gjërat. Ndërkohë, Vlerta, prioritetet kryesore të qeverisë Kurti 3 për t'i theksuar, cilat ishin? Në fakt, kryeministri Albin Kurti, më falni, nuk është se u ndal shumë do të propozoj i përmendi në ekspozen e tij, tha se do të ketë një fjalim të shkurtër, me që të njëjtën e ka paraqitur edhe në, do të thotë, në herat e kaluar, kur ka tentuar që të formojë qeverinë, sigurisht që është përmendur zhvillimi ekonomik, çështja e eksportit, importit, gjithashtu e ka përmendur edhe çështjen e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke përmendur marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneks marrëveshjen e Ohrid, dërsa komuniteti serb u ankua se nuk u tha, do të thotë nga lista serbe u ankua se nuk i tha asnjë fjalë sa i përket komunitetit serb. Sipas tyre, ata janë pjesë e Kosovës dhe do të duhej të ishin në listën e tij dhe e kritikuan për këtë çështje. Do thotë është pak a shumë ato të cilat i ka përmendur edhe çështja e buxhetit që duhet të rritjen e buxhetit dhe hekurudhën, më falni, Durrës Prishtinë, gjithashtu e përmendi edhe Synim Kaqi në këtë mandat të ketë edhe një hekurudhë tjetër nga Gjakova për në Shqipëri, gjithashtu 2 hekurudha në mandatin 4 vjeçar i ka përmendur që e lidhin Kosovën me Shqipërinë. E qartë, Vlerta, falenderoj për të gjitha detajet që keni përcjellë live këtu në Klan News. Ishte Vlerta Dalloshi Berisha, e cila ka ndjekur të